dhe skepticizëm të vetë qytetarët. A është dialogu tashmë Kosovë-Serbi i kthyer ndoshta në një proces të pafund, por edhe pa një qëllim të qartë? Po proceset pafund s'ka kërkon. Çdo kënd është edhe luftat kur nisë ndonë me shtetet e shohin një poç fund tunelit. Edhe këto bisedime kanë bërë një dekadë dhe amerikanët veprojnë. Edhe besoj pa amerikanët e kanë thonë sa renderuar se nuk mund të njimi as komoda sigur pavarësisht institucionet tonë që kemi shumë mirë policinë, FSK-n e tëja, dhe për sigurinë është këfori, se reaguesi tret, dhe Oleksi besoj këtu mos të qarta për sigurinë që jemi në nëmbrellën e tyne, fali me zhvetan dhe luftës të uqekës e politikës drogohës. Si do qoftë, dhe çështja bisedime nuk do të shkoj pafund. Unë besoj viti 2026 do të jetë krucial edhe për Serbinë edhe për Kosovën, që nuk do të ketë lëkundje apo kalkulime politike mes liderëve. Shumë nga institucionet në Kosovë po dhe Serbisë, po duhet të përmbyllen njerë, po gjithmonë Ballkani Perëndimor, sidomos Kosovën dhe Serbisë, dhe të mbyllën të gjitha vrimat që nuk do të ketë më konflikt në Ballkanin Perëndimor pikësh. Qoftë Kosovë apo Maqedoni apo Malenezi, si janë ato vrima më të pikatër të Vučićit me njerëzit e ty, me argatë të ty, po besoj që me një investim konkret, halon më shumë Bashkimin Evropian dhe me një shtypjet më shumë edhe kundër Kosovës, edhe Serbisë do vi marrëveshje përfundimtare. Edhe zbatimi i Zajnicës, po edhe marrëveshja e fundit që kanë me Serbisë njëja reciproke dhe qëtësimi i Ballkanit Perëndimor është krucial dhe shumë i parshëm. A mund të ketë, zotë Elimi, marrëveshje përfundimtare pa një ndërhyrje direkte dhe të fortë nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës pasi në sfondin e zhvillimeve globale dhe rivaliteteve të mëdha, ndikimi i SBA sigurisht që vazhdon të konsiderohet si një vendimarrje në rajon? Lutem, pa SBA nuk mund të asnjë hap ta kam thonë se e respektume. Pa SBA, Kosova një hap s'mund të kishte përpara në çdo aspekt. E lërë më ndërkombëtare. SBA-ja është garanci dhe nuk do të institucionet në Kosovë asnjë bisedim nëse sjell SBA në atë çështje bisedime apo në atë vend ku ka bisedime. SBA-ja është garanci për të gjitha zbatimet e marrëveshjeve. Edhe Bashkimi Evropian pa SBA Kosova ka të pamundën që të shkojmë në martutje dhe jemi me fat e përsëritin smar së shtetëmërën. Pa SBA Kosova s'do të ishte shtet askur gjë. Dhe vetëm me garancinë e SBA mund të ecim martutje me bisedime. Dhe ky sukses i Kosovës është fal SBA-ve dhe nuk do të hamendem në këtë aspekt. Dhe unë besoj SBA duhet të përbil mangët edhe besoj me gjitha të luftat që është angazhume edhe në Ukrainë, edhe tash luftën e fundit në Iran atje, besoj edhe Kosovën se kalon anash dhe duhet të ecim procesin më tutje në raport Kosovë me Serbi dhe garancionin vinë nga SBA dhe nga Bashkimi Evropian dhe nuk do të ketë ngecje. E qartë. Sa i përket rolit të Bashkimit Evropian, i cili është vënë shpesh në pikpyetje, sidomos kur bëhet fjalë për vendimarrjet të forta dhe masa ndëshkuese sigurisht, mendoni se ka kapacitet Bashkimi Evropian për ta detyruar Serbinë ndoshta të ndryshojë kursin e saj apo mbetet nga ana tjetër një ndërmjetës pa fuqi konkrete? Po, besoj Bashkimi Evropian më shumë është një litar i mirë për shpina kështu për të mbajtur një çështjet stabile mes Kosovës dhe Serbisë dhe herë të mbajnë një neutraliteti qoftë nga Serbisë nga Kosova dhe lunat rolin e monitoruesit. Faktikisht këto është SBA-ja cili kryesor dhe është garancia, thash atë. Po SBA-ja është e mirë që garancon, po edhe Bashkimi Evropian që shtynë së bashku proceset me rekomandime SBA-s. Dhe palët në çështje bisedime duhet të konform atyne marrëveshjes që janë arritë fal SBA-s, po përsëri prap dhe Bashkimi Evropian si monitoruese dhe reaguese kur nuk kanë zbatuar marrëveshjet që të nënshkruar dhe Bashkimi Evropian është një vendimtar për të shtyrë çështje, po jo edhe pa SBA dhe kjo është shumë e mirë dhe e di shumë qartë. Çfarë fuqi ka Bashkimi Evropian kundër çështje bisedime me Kosovën dhe Serbisë, po edhe është e mirë që është e kyçën edhe Bashkimi Evropian, po jo në atë rolin që ka mi shty sende përpara, shty sendet dhe rolin kryesor e kanë SBA dhe pikësh. Mendoni, zotë Elimi, se tashmë edhe mbas disa negociatave kemi një standard të dyfish se i përket Kosovës dhe Serbisë, pra ku njëra palë shihet si me favorizuar nga ndërkombëtarët dhe ndërkaq balanca i dialogut vihet seriozisht në diskutim? Po e thash sa ishte struktura e vjetër e Bashkimit Evropian dhe negociatori zoti Lajçak e dim shumë mirë që po shpena qëllimisht ten Përbllorja ka marrë anën Serbisë dhe e ka
mbajtur sikur fëmin në djep duke përkundën kundrej sfida që kanë lufta Ukraina atje dhe mos ikja nga Bashkimi Evropian Serbit për më ju kap Rusisë aty lindjes. Dhe kjo kanë loj thik me dyteja dhe Vučići ka luajtur tërkesh dhe ka marrë karrikën edhe në Rusinë dhe Bashkimin Evropian dhe në fund Bashkimi Evropian bashkërisht me amerikanët e djegëm. Dhe më në fund edhe Rusia e ka pa se s'është lojtar Vučići më i tyre. Dhe është këthy nga Bashkimi Evropian, e dim shumë mirë aty joshet që ja ka ndonë, Letjumin dhe aeroplanet Rafale. E dim shumë qartë, ka Franca, si do qoftë. Dhe tash nëse kthehemi në çdo bisedime dhe Bashkimi Evropian, tash është struktura e re dhe e kemi paragime të qarta kundër Serbisë nga udhëheqja e re Bashkimit Evropian. Dhe kjo s'do koment. Dhe këta do të luajnë rolin e të një farë negocimi shtytje dhe të mbajnë qëllim të drejtë dhe jo animesh, as nga Kosova, as nga Serbia, po vetëm ti udhëheq bisedimet me rekomandimin e SBA-s që të vijë në fund një marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës me një reciproke dhe s'ka këtu koment. Dhe çdo ngecje është në pikën 0 të bisedimit nëse nuk ka garanci nga SBA-t. Zoelimi, çfarë fshihet pas mungesës së detajeve pra që janë zhvilluar në takime diplomatike dhe mungesës së transparencës në këto takime? Pra kemi realisht një progres real sa i përket këtij dialogu pra Kosovës dhe Serbisë, apo nga ana tjetër kemi një bllokim ndoshta të maskuar, do të quaja? Unë besoj ma shumë është një bllokim në këto polarizime që kanë zhvilluar institucionet e Kosovës, mos zgjedhja e institucionet të Kosovës. Tash presidenti i ka komenuar vetëm Albin Kurtit, vetëm me shty Zajenicën sa ma shumë se e din që e ka vështirë ta ka përdi apo të gjithë solucionet tjera se në aneksin e Ohrit. Nene 10, dhe nene 7 shumë qartë ditë është bosnjëzimi i Kosovës dhe Zajenica. Dhe këtë Albin Kurti mundet me thonë sa dush në bërë intervista që 5 vite s'ka Zajenica. Ajo është kamuflim dhe populizëm që është din Albin Kurti dhe ka ndru lëvizje apo taktik të politikës. Dhe me themelimin e Kosovës, këto reagimet e thash të gjermanë dhe francezëve janë të qarta se punën e parë kryesore Albin Kurti e ka themelimin e Zajenicës. Pik. Çfarë dush tjetër? Çysh dush të ka përdin lëvizje për vendose? Dhe qeveria në detyrë apo do shkon në zgjedhje? Cila qeveri do të vijë? Puna e parë Zajenica, asociacione, çfarë dush janë në qytet? Dhe kjo është e qartë. Dhe këtë Albin Kurti nuk do me pranu se dihet tash këto polarizimet e fundit dhe qarja me zonën e Osmani dhe rikthimi i zonës së Osmani në mënyrë hipotetike në LDK, besoj që duhet ta dëmtojë Albin Kurti dhe ka me dëmtuar dhe e ka nuha zoti Kurti mos shkume në zgjedhje dhe sado qort e sulmon e zgjedhjen kushtetuese, çon nga eksperimentet e vet dhe të tjerë për të sulmuar atë gjykat që nuk është e drejtë, pushtetet janë të qarta ekzekutive, legislative në Kosovë, me gjyqësorën dhe me Këshillin Prokurorial, dhe Albin Kurti din vetëm për të sulmuar dhe jo për të rregulluar, vetëm për karrimin e vet se din çka e pret nëse shkon në zgjedhje dhe minimumët do të ketë humbje 10-15% dhe më nuk mund ti themelin institucionin e vet dhe tash opozita shumë e qetë dhe besoj që i kanë bërë ato para përgatitet nëse shkohet në mënyrë hipotetike vetëm në zgjedhje. Tash presim atë gjykimin e gjykatës kushtetuese me çështjen e shpërndarjes së kuvendit nga una e zonës Osmani. Zoelimi, mendoni se po inkurajojnë direkt Serbia nga mungesa e masave konkrete ndërkombëtare pasi historitë e konflikteve në rajon kanë treguar se mungesa e ndëshkimit shpesh prodhon edhe sjellje më agresive në të ardhmen? Po, derisa e kemi një Serbi të tillë nderuar, s'kem çfarë presëm, kemi thënë se Vučići ditë natë me shërbimet e veta inteligjencë me njerëzit e vet që kanë në Kosovë, në mbjetjet mërtore të udhbashave, çfarë dush formën, shofimet fëmijët e tyre apo njerëz të tjerë të rekrutuar me joshje, me çfarë dush forma tjera, besoj monome dëmtu Kosovën çdo ditë dhe çdo natë. Kjo është e qartë, s'do koment. Dhe falë institucionet ndërmjet Kosovës, AKI-ja, policia dhe miqëtan, KFOR-i dhe ULEX besoj e bojnë të pamundër të realizuar të gjitha ato projekte që ka Serbia. Mundon në çdo formë me dëmtuar dhe vakumi institucional. Lën hapësirë për çdo goditje kundër shtetit Kosovës dhe mendoj tash edhe një pjesë e madhe serbe që kanë shërbyer Vučićave besoj që e kanë kuptuar se Kosova i ka institucionet e vet dhe nuk mund të alkunin në çështjet e tyre, po ja pra investimet e tyre kapitale, qoftë monedha njerëzore personale, ditë natë është i tyre, po vetëm për ta
Dëmtar Kosova kanë pamundër, po ja pra njerëzit janë me ndjeledhe, nuk i bëjnë hesap ato deri në momentin e arrestimit që siç ka pas arrestimet fundit nga njerëzit që po gjikohen për shpionazh dhe tash që po flitet për dhënë të çanta me para nga njerëzit të institucionit të Kosovës, qoftë gazetar, advokat apo si do të qoftë, do të thirr nga institucioni i Kosovës nëse ka veç argumente të tillë që po